Partia Demokratike ka ankimuar në Komisionin e Ankimeve dhe Sanksioneve rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit për qarkun e Fierit, ndërsa kërkon shpalljen e pavlefshme të rezultateve dhe ripërsëritje të zgjedhjeve. Koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka grumbulluar prova për problematika dhe parregullsi të rënda të procesit zgjedhor të ndodhur në të gjitha qendrat e votimit të qarkut Fier. Në kërkesën ankimore, Partia Demokratike thekson se qarku i Fierit është një nga shembujt më flagrant të përdorimit të administratës shtetërore në funksion të votave, duke krijuar garë të pabarabartë. Në qarkun Fier, përdorimi i administratës publike dhe shtetërore si makineri zgjedhore ka qenë i përhapur dhe intensiv, duke krijuar një mjedis krejtësisht jo transparent dhe të pabarabartë. Së pari, institucionet që duhet të jenë neutrale në procesin zgjedhor, nga administrata e bashkive deri te degët lokale të ministrive, janë mobilizuar në funksion të partisë në pushtet. Për shembull, funksionarë të ndryshëm jo vetëm që janë angazhuar në fushat, por janë përfshirë në skema të mëdha të tjetërsimit të vullnetit të zgjedhësve, sikundër është blerja e votës. Një tjetër argument që përdor Partia Demokratike për të kundërshtuar rezultatin në këtë qark është edhe përdorimi i bandave kriminale në mbështetje të kandidatëve të Partisë Socialiste. Po ashtu, përdorimi i bandave kriminale dhe i grupeve të dhunshme për të friksuar votuesit është kulmi i këtij sistemi. PDASHM ka denoncuar raste ku këta individ kanë patrulluar zona urbane dhe rurale, kanë bllokuar rrugë dhe kanë ushtruar presion të drejtë për drejtë mbi individ apo familje, duke u imponuar veprime apo mosveprime të caktuara. Partia Demokratike liston mëtej edhe gjetjet e raportit paraprak të OSBE-ODIR, ku në qarkun Fier evidentohet se ka pasur intimidim, presion mbi votuesi dhe përdorimi burimeve shtetërore dhe klientelizëm. Në kërkesën drejtuar KAS, koalicioni opozitar thekson se në zona si Fieri, shpërndarja e ndihmave sociale, emërimet të aprovuara nga pushteti lokal dhe investimet infrastrukturore janë perceptuar shpesh si monedhë këmbimi për vota.